Kombinati autotraktorëve në Tiranë, përruar më 9 tetor të vitit 1976, për dekada me radhë ishte një prej simboleve më të fuqishme të industrisë mekanike shqiptare dhe krenarisë të klasës punëtore. Në periudhën e vet më të lavdishme, ky kombinat punësonte mbi 3800 punonjës dhe përfshinte 7 reparte prodhimi që funksiononin me 3 turne ditë e natë, duke prodhuar mjete bujqësore, pjesë këmbimi dhe autotraktor për tregun vendas. Në kronikën Amakord, ish punonjës të këtij kombinati si Agim Troski, Agron Shehaj, Sefer Shkëmbi, Qemal Duka dhe inxhinieri Skënder Farka kujtojnë me mall një periudhë ku puna, përkushtimi dhe solidariteti ishin vlera të përditshme. Ishte më shumë se një vend pune, ishte familje, shkollë, jetë. Thon ata, zhurma e tornove dhe era e vajit ishin pjesë e identitetit të tyre profesional. Por pas viteve 90, me ndryshimet e mëdha politike dhe ekonomike, nisi shkatrimi ngadalë i këtij kolosi. Privatizimi i organizuar, mungesa e një strategjie për kalimin e industrisë në sistemin e tregut dhe braktisja institucionale bën që kombinati të mbylleshin një nga një dyert. Makineritë përfunduan në skrap, ndërsa punëtorët u lanë në harres. Sot, nga ai realitet kanë mbetur vetëm rënojat dhe kujtimet. Ata që dikur mbanin gjallë motorët e industrisë shqiptare, sot kërkojnë vetëm një gjë, që kjo trashëgimi teknike, kulturore dhe sociale të mos harrohet, për të shërbejë si bazë për të formuar brezat e rinj me vlera dhe zanate të vërteta.